Kujtim Gjuzi. Kujtim. Pse kujtim? Nga vjen emri kujtim? Kujtim do të thotë mos harrosh asgjë asnjëherë deri kur të vdesësh. Ke harruar gjëti deri më sot? Kurr. I mban mend të gjitha? Nuk mund t'ja kaloj vetëm Sali Berishës për efekt moshës së është 81 vjeç. Ati s'ja kaloj dot. Është pa, shiko, ai ka studiu patologji, unë jo, kam studiu ekonomi. Çfarë mban mend më shumë nga rrugëtimi yt jetësor deri sot që do doja ta specifikoj si diçka të veçantë për shembull. Edi Rama kur desh të më rrihte me shokun tim ngusht, ai nuk jeton më, driti pas shpirti, arben qaftë molla. Atë nuk harroj kurrë. Duhet të ketë qenë vitit 83, 84 ndoshta. Po çka ka Edi Rama me ty? Se po ta vësh re për shembull, Edi Rama un po i quaj promovim, megjithëse ti je figurë e njohur, por promovim në kohë fushate. Vetëm Kujtim Gjuzi thot ai është figura më e mirë në atë bashkëpunim që bën Berisha dhe opozitë. Shiko, ai këtu luan midis inteligjencës ti dhe sarkazmës ti. Ndoshta nga që unë kam gruan Shkodrane, thot duhet bëj pak e stratë Shkodrës, se ai ka gjyshen Shkodrane, e thot nuk do ta marr për ters Gjuzi, po nëna ime ka 2 ditë që loton dhe pikërisht sot në ditën e nënave, ju e dini, motorozit nga takimi me nënën time sot, ka 2 ditë që loton, tha çfarë ka kryeministri me ty? Të njëjtën pyetje që po bëni ju. I tha s'ka asgjë, se unë e dim që dikur, domethënë, i kemi bërë një nder që nuk mund ta themi, se është sekreti jon. Rama e din këtë, po në këtë rast më lejon që të gjithë nënave shqiptare, motrave shqiptare, vajzave shqiptare, ndërkohë dhe vajzat e mia, princeshave dhe mbretreshave, unë sot t'i uroj gëzuar festën. Gëzuar gjithashtu, po i bashkëngjit e murimit tënd edhe për nënën. Bashkë me zonjën time, se mos ta lëmë dhe zonjën tuaj në rast patjetër. Tani ka diçka. Pra ti thua ai po bën një lloj sulmi, po e quajmë kështu, brenda normave, jo ndonjë sulm fizik. Nëna preket. Ju personalisht prekeni? Pra të dëmton ty këtë gjë apo të pëlqen? Nëna është 84 vjeç dhe ajo ka një memorie të mirë. Mund të them edhe shumë të mirë. Tha çfarë kemi bërë ne aty atëherë, tha nëse ti si ke bërë një gjë. Pra ti duhet të kish bërë diçka aty. Po i ke bërë diçka aty? Në fakt unë kam thënë mbreti Edvini 8 është më mirë me ik vet. Po do iki vet Rama? Përpara kësaj unë thash kur ishim në parlament, shkëlqësia ju i kryeministër, të lutem ma mundin mësim se po shkon në drejtim të paditur. Dhe në këtë rast drejtimi paditur është në pyll. Edhe këtu është një lloj pylli këtu, se jemi te Muzeu Historik Kombëtar, domethënë. Tani ç'ti them unë, ka bërë ai gabimin. Ka shku të blej shërbimin sekret amerikan, është një provë që a mund ta falin amerikanët, se di. Kjo duhet parë. Tani më qëndro vetëm pak te kjo pjesa. E tremb Edi Ramën prezencave te Berisha, do që të ketë ty afër, do një bashkëpunim apo po luan me ty? Shikoj, ju kujtohet ju 5 vite më parë kur thash kanë mbritur ora euroatlantike. Unë sot nuk e kam më atë lloj ore. Se kanë mbritur seriozisht amerikanët këtu. Do të thotë struktura e posaçme antikorrupsion, byroja kombëtare e hetimit, gjykata operacionale antikorrupsion. Janë gjëra që nuk mund të zhbëhen më. Ai nuk besoj se vetë Edi Rama, sidomos pas martesës me mbesën tonë, të kryes të ketë futur duar diku. Por, kur ka qenë te Bashkia Tiranë, se di. Bashkia sot është prap pa njeri. Ai do të rikthehet aty. Në vend që ta shkarkoj, Erion Velin se do ta bëj deputet atë, nuk bëhet fjalë, do ta fusin listë. Do bëhet deputet. Po, Erioni do të futet se do të bëhet deputet edhe Ilir Meta. Për të marrë një barazim, zakonisht Sali Berisha është peshore. Dhe këtë peshore, megjithëse Rama është gafore, ka qef ta kopjoj. Atëherë thotë, ti po merr Ilir Metën, po unë po kthej Erion Velin, të cilin e largoi Partia Demokratike. Me flakadan, pa flakadan, mos m'pat në ditë aty. Ishte halli flakadanëve. Kur nuk ishte më flakadan, atëherë Erion Velia i Kumburg. Kujtim, ke folur me kryeministrin Rama këto kohë? Jo, nuk kam folur këto kohë dhe nuk kam ndruar mesazhe, por i kam dërguar 2 mesazhe. Sidomos për çështjen me Gonigal i kam dërguar 2 mesazhe, kam thënë mos ordhëndër se ne të kemi patavër. Patavër, ne themi kur ka shtëpia ka një trung. Dhëndri nuk është trungu i shtëpisë. Është patavra e shtëpisë, që mbulon çfarë? Vashat e shtëpisë. Patavra mba tegullat, është shumë e rëndësishme. Dhe është prej plepi, që të rrojë gjatë dhe është e lëkundshme, domethënë nuk qahet, nuk kriset, nuk thyhet.
si dru. Unë kam studiu për ekonomi dhe biznes në Universitetin Bujqësor. Prandaj u kërkova që ne të jemi këtu afër një gjëje, po ju vendosët vetëm dhe unë gjithmonë i bindem gazetarëve. Ndërkohë Rama të ka kthyer përgjigjen? Gazetarët që të bëjnë gjëmën, të fusin në dhe. Një nga gazetarët që i bërë një pyetje delikate Berishës në konferencën e shtypit, ishte Stafa i vogël në fakt. Është beu që vran stafat e Kavajës tek shkëmbi i Kavajës. Nuk kishte nevojë stafat përmendte komplet emrin tim, Kujtim Gjuzi. Ai mund thoshte, shiko se zoti Gjuzi ka bërë një sarkazëm me Dirama, e ka marrë seriozisht, do ta marrin koalicion. Po si mund të marrësh koalicion? Kur unë kam firmosur para të paktën 5-6 ditëve në koalicionin e Skënderbeu të dytë, Sali Berisha. Si mund të marrësh mua? Më përpara edhe mund të më merrje. Dhe doktori dha një përgjigje brillante, duke i thënë atij rriurt se unë jam i gatshëm për Gjuzin, ta dorëzoj dhe karrikën e kryeministrit, t'ja jap Gjuzit, se unë karrikën time do ta marr në president. Pse? Se presidenti ju e dini që është në tim nga BKT-ja dhe pritet nga minuta në minutë që ai të largohet për arsye shëndetësore, meqense është dhe mjek. Ndërkohë Rama të ka kthyer përgjigje? Shiko, kryeministri është të kthen përgjigje kur ti je amfal pipa ku se mund ta marrin njerëzit si Iraki, Tiranë. Jo, është ujë. Është ujë. Ja, është ujë. Po, domethënë Rama po të kthen përgjigje në format e veta, duke bërë deklarata publike, duke thënë që Kujtim Gjuzi është ai do të ketë konservatorë se do të hynë në zyrën e Donald Trumpit, ju i pat disa mesazhe se si ishin sa afër zyrës, apo jo? I pat mesazhet apo si pat? Pra kjo është arsyeja. Kjo është arsye, se pritën në Tiranë të vijë një shqiptar amerikan ambasador. Kush është? Tani kjo s'mund të thohet. Unë s'ta thash ty, besueshmëri e lartë, po jeni gazetar ju. Ju në momentin e caktuar mund të shkosh te BKH-ja, të thosh na trego. Pra Rama po përpiqet të intimidoj kështu me këto mesazhet e larta që të ketë. Jo, po përpiqet i thot Berishës, shikon, ne të dy jemi në parlament, po pse s'e merr dhe Gjuzin me vete? Nuk e ka me veten ai tani, sa ai e di që unë shkoj me ta. A do të shkoje me Rama? Po si? Po. Si do shkoje? Po. Nëse Spiropali është kryeministre tranzitore, Rama le të shkojnë president. Dhe ti do shkoje me PS-n? Jo me PS-n, me koalicionin e madh për të shtyrë zgjedhjet, që mos t'i themi Ramës hajde du të zgjedhësh për herën e 6, atë 11, se është 10. Po u shtyn zgjedhjet, çfarë do të fitohet? Po të shtyhet zgjedhjet, do të vijë ambasadori amerikan në Tiranë, do të jemi më të kujdesshëm gjithë. Britaniku ka mbrit në Tiranë. Mirë, po është niveli 2 ambasadori britanik. Si thot presidenti i shkëlqyesjetit Donald Trump, Amerika e para. Shqipëria e madhe, e thot ai, nuk e them unë. Po ai e thot se ka lexuar principatat. Dhe nuk janë pak, janë 15 principata shqiptare. A mund të më tregosh një mesazh që ke dërguar Edi Ramës pa e bërë publik? Jo, jo, është kryeministri i Republikës së Shqipërisë, bëj shaka me kryeministrin. Si është? Ai mund të bëj shaka me mua, se unë jam pension, po ai në vend që të thotë do t'i rris pensionin Gjuzit edhe pensionistëve të tjerë, tani kërkon tim. Po ti je në koalicion me Berishën, si të rrisi pensionin? Mua jam pension, çka koalicioni nuk është zyrtar. Kundra kujt? Kundër Ramës. Po isha unë edhe jam kundër Ramës, po të them edhe një tjetër, po nuk u kënaqej 24 vjet në pushtet edhe 2 vjet minus që ka qenë në Partinë Socialiste. Nëse do të ishte e nevojshme, do ta telefonoj Edi Ramën tani? Në qoftë se Edi Rama thotë që po, i ka marrë seriozisht 2 mesazhet tuaja. Njëherë kam shkarkuar ministrin e Brendshëm dhe njëherë ka përfunduar në burg Erion Velia, se ti qit me zorë mal tani. Këto 2 raste po. Sepse të dy bën një veprim që nuk bëhej. Çfarë? Po nuk mund të bësh 007 në çdo moment, pavarësisht se je ministri i Brendshëm. Po nuk mund të tentosh të rrash Kujtim Gjuzin, apo jo? Ilir Metesh në burg sot, e di ti pse? Ë? Pse? Ti themi Ilirit, të kam falur, vlla Bektashi se je pas hekurave. Okej. Shëngjin 2 dhjetor 2001. Vodhët 9 deputetët demokristian atëherë. Sot je i falur. Berisha e di, ka 10 vjet, nëse bëhet grupi kristian, konservator, jo Kujtim Gjuzi, se Kujtim Gjuzi ka dhënë deklaratën që nuk vin në parlament. Nëse bëhet ky grup, Berisha është presidenti i Republikës së Shqipërisë ose kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Se ju më thonë që s'bëhet. Ata shohim, bëhet apo s'bëhet. A do vinin pushtet pas 11 majit? Koalicioni? Unë po flas që duhen shty zgjedhjet. Berisha më parë pa të thonë, para se të shkojmë në koalicion, duam qeveri tranzitore, se Rama vjedh zgjedhjet. Tani ka 2 herë që i vjedh. Çfarë ndryshon? Do shohim ditën e hënë, domethënë se doktori ditën e hënë do bëjë një veprim spektakolar. Çfarë veprim? Po tani s'mund t'i themi gjithën. Tani për sa kohë përmend ti duhet kesh parasysh përgjegjësinë që ata që po ndjekin të kuptojnë. Koalicioni ka një lider. Po. Lider zyrtar i Partisë Demokratike me shtetin e së drejtës që duam të ndërtojmë e ka emrin
profesor doktor Sali Berisha. Sa lekë të ka dhënë Berisha për të bërë pjesë e koalicionit? Lek Berisha i pa korruptum. Fakte, prova në mes seancës plenare, të kam thënë shkëlqësia Juri Kim, nëse nuk sjell provat. Kujtim Gjuzi bashkohet me Sali Berisha, me gjithë përplasjet që kemi pas në momentet saktuara. Zoti Gjuzi, si parti konservatore, keni patur sinjale dhe komunikime me Shtetet Bashkuara të Amerikës me presidentin Donald Trump? Është shumë lart presidenti Donald Trump, tani doni të kthehen edhe ju në sarkazm si Edi Rama. Jo, po të bëj pyetje të sinqertë Edhe një herë, për shkak profesionit. Për shkak të asaj çka thatë më parë që Rama nuk do ta ndërprisni intervistën, nëse dini nga konteksti. Jo, absolutisht. Thatë që Rama do të afrohet me partinë tuaj duke përmendur sepse do që të Po ma thuaj ti mu për çfarë përmend? Çfarë kam bërë ti? Dakor, prandaj dhe unë si rrjedhoj po të pyes se ju keni patur. Prandaj më nxorë ditë shtunë mua, me dal me ty. A di që është pushim sot për gjithë njerëzit? Kam dalë vetëm për ty, e di pse kam dalë Erman, vetëm për emrin tënd, leje figurën politike, s'është më ja thira për emrin tënd shkëlqyer. Ti thosh faleminderit babait që të ka dhënë këtë emër, vetëm për emrin tënd, se një mal sa do ta godasësh, sa do të hedhësh granata, si vështirë që unë të të kundërshtoj aty sot. Mos dilja. Është dita e nënave. Është dita e gruas, e vajzave të mia, e motrës time. Është drejt për drejt dhe e sinqert, nuk ka asgjë për ironi. A keni patur sinjale nga partia, nga drejtuesi, nga nëse Edi Rama nuk bën qeverinë tranzitore, rreziku është përtej Ilir Metës, edhe Erion Velis. Është përtej. Dhe pastaj imagjinohet ti do kemi një Fatos Nano tjetër më vonë, po nuk e ndihmojmë dot. Po ndihmojmë tani kryeministrin në zotëri. Si? Nuk ka fyër, po ka bërë sarkazëm. Më i miri thot në koalicionin Berisha Kujtim Gjuzi. Jo. 25 kryetarët aty janë më të mirë se unë. Po pse kështu? Janë më të mirë se unë jam Tiranas, kurse ata kanë mbush Tiranën, kanë bërë metropol. Si, ata janë më të Kjo mirë. nuk është arsye. Është arsye e mos arsyes kjo. Mos arsyes, pra çka do thotë që ti bie dakord me Ramën që ti je ndër figura më të mira? Jo. Unë jam i 26 figura këtu. Sa pretendohet të fitojë koalicioni këtë herë? Koalicioni si rregull duhet t'i ketë në listën e garës, mendoj unë duhet t'i ketë gjithë përjashto Gjuzit që nuk do futem në garë. Nuk do futeni në garë? Jo, do t'ju hap rrugë ju trive, pra unë kam bërë deklaratë. Pra fare nuk do t'jesh pjesë e garës. Edhe sikur të fusin listë sigurt, se ju e pa që mbrëm ka lëviz lista Tiranës apo jo? Për çfarë lëviz lista Tiranës? Si është puna? Po tani s'mund të jenë listë sorist, se po të jenë sorist atëherë ligji antisorës bie që këtu. Atëherë po deklaron me përgjegjësi të plotë që ti nuk do të jesh pjesë e listave. Jo. Për 11 maj. Jo. E ke diskutuar vetëm qofse më kap përveshësh Baca, atëherë unë 100 kg jam, po Baca shumë herë më i rëndë se unë në konceptin filozofik. Po më kapi përveshësh ç'a të bëjmë? Që të ka përveshësh Baca. E ke diskutuar këtë gjë me Sali Berishën? Në shërbim të koalicionit? E kam diskutuar me shkëlqësinë e tij, ministri i brendshëm i Aleancës Madhështore. Se Shqipëria madhe e thamë për para, shkëlqësinë e tij ministri i brendshëm, pastaj Flamurnoka, doktor Flamurnoka. Se qesh, çka ke? Shumë mirë bën që qesh atëherë se tu ikën rrudhat nga balli. Ha, çfarë kishe tjetër? Ke përdorur një sarkazm të mirë, besoj në këtë deklaratë. Po mund të ketë sarkazm me Edi Rama tani që vjen nga Durrësi në Tiranë, nga Berati në Tiranë, se edhe ti je nga Berati, ke konflikt interesi këtu, edhe nga Gjirokastra, di çfarë thot për këtë një Tiranë si hershëm. Nga fundi botës ke ardhur thot, në Tiranë ke zonë vend, kaptinën pika do më na dhon dhe men. Unë pranoj men për teje se gazetar me emër Ermal gjë e madhe. Gjë e madhe. Po qesh, ha? Zoti Gjuzi, tani ti rikthehemi çështjes së aktualitetit në vend. Nëse Rama nuk arrin dot të formojë qeverinë i vetëm, me kë mendon se mund të shkojë në koalicion? Në kuptimin ndonjë mbështetje se ai s'ka bërë asnjë. Edi Rama është mësuar vetmitar, nuk ka asnjë shok. Çfarë do thotë? Shoku më i ngushtë i tij u përmend nga 2 herë presidenti, 2 herë kryeministri, që tha, të dy kanë qenë bashkë rroba qepës, a kanë qepë rroba bashkë. Jo. Edi Rama ka ardhur i shqepur, nëna ime i ka larë pantallonat, ne i kemi qepur pantallonat e reja, unë dhe vllai. Pra nuk jemi bashkë rroba qepës, as bashkë shkepës. Se ne, si Tirana, se ruajmë konturin e çiftit mashkull-femër. Rama këtë kontur hera se ka lëvizur, disa thonë që ka lëvizur doktori me ligj, por ka qenë detyruar doktori prej BE-s.
Partitë e reja sa fitojnë sipas teje? Forcat e reja politike. Forcat e reja politike nuk marrin asnjë mandat asnjëra. Asnjëri prej tyre nuk del Jo, deputet. asnjë. Keqardhje e madhe për Lulzim Bashën që ja bëm koalicionin një herë kur kishte vulën me 23, ja rritën Berishës apo ja bëm 26. 11 parti politike i ikën, tani kanë ikë ca të tjerë, ka dalë pishkull, thonë Tirancët, pishkull. Ky Golloborda është një gjë e madhe. Po të vi Lul Basha këtu e thotë jam i qendrës Dibrës, jo, je i Gollobordës. Je ndërtuesi mirë, po shkatrove Partinë Demokratike, shqyr që erdhi Dardani Sali Berisha ndërtoi atë për s'dyti dhe i tha Kudim Gjuzit, gabim po se kisha unë listën e kishte Ilir Meta 2023. Ai nuk të donte në listë, unë s'kisha bëja se kishte ai firmën. Se Berisha është shumë pedant në çështjet zyrtare. Tani unë kam bërë deklaratat që më shkulli veshin një herë, shkulli veshin tjetër mu tani 66 vjetë Sali Berisha. Nuk shkon, apo ja. Ai tha do vish këtu, pik. Dhe këtu Edhe unë kam firmosur qorra si aty. Këtu referohem dhe forcave të tjera, pa e lem Lulzim Bashën. Forcat të tjera, Aleanca. Si ta lem Lulzim Bashën? Lulzim Basha duhet t'i thoshte. Aleanca është i vetëm. Djali i shtëpisë duhet t'i thoshte Bacës, më fal Bac. Jo të vazhdoj të shaj Si akoma. kthehemi me asaj histori? Si kthehesh? Mbaroi ka pasojat e veta se. Po e iku s'do marr Po, mandat. u shkri. Nuk Në do rregull. marr mandat. Adriatik Lapa e Ëndër Shabani kanë një tjetër bashkëpunim së bashku. As ata nuk marrin një mandat, nuk del askush. Këto janë mashtrues, kanë mashtruar një demokristian të madh të Tiranës dhe do të përgjigjen për atë mashtrim. Çfarë mashtrim? E din Endri Shabani se kush e urdhëroi që të mos kishte brenda vetes një demokristian. Besoj se nga nxorë me zor tani, çfarë do të bëj? Po pse ndodhi kështu? Se është mashtrues. Mashtrues. Edhe mu më ka thënë që do të takohemi një herë bashkë. Tani, unë jam i madhës, të marrë në telefon, më merr një herë të pimi kafe. E paguaj unë kafe. Nëse s'ke. Po ato fondet, fal, prit, një sekond. Fondet, e ce jaket, sa të njërit e tjetërit, takohë këtu, takohë atje, ku i gjen këta? Të rinjt, pse i vendosin këtu studentët? Studentët, pse i vendosin këtu për të marrë firma, për të mbushur partit? Shfrytëzojnë pozicionin zyrtar si profesor. Pse kështu është? Do me thënë, e ke për 8 të vej një 9 nëse ndihmon lëvizjen. Nis ma e kujt. Zoti Gjuzi, nëse nuk Jo, ta marrë pak këto. Shqipëria bëhet e kujt? Shqipëria është e bërë, zotri. Ja ku e ke? Është flamuri kombëtar aty apo? Po. Ha? Tirana është e bërë. Një gur më shumë, një gur më pak është. Një autobus më shumë, një autobus më pak është. Sot nuk kemi lider në Tiranë. Kryetari i bashkisë është pas hekurave, Edi Rama nuk e shkarkon. Shkarkoje me ke ndordhje, bën deputet, unë ta thash para disa minutash. Futet me ndjes deri. Po duhet ta provonte ai atë thënie në makinë brenda. KM-s ja bëj më keq se çka ka bë KM-ja fatos nanos. Ai deshe këtë, se më kërkove ka se më thënë zonë. të Erion Velie? Si? Le të dal nga qelia e burgut se po flet. I bëj ftesë prokurorëve të mos e majnë peng. Nxirreni më burr, nxirreni se ka familje, ka djalin atje. Nxirreni, po mbajeni në hetim për të hetuar vjedhjet që ka bërë këtu. Se ka çuar 4% taksën në ndërtuesve dhe ndërtuesit çka kanë bërë? E kanë çuar 1200 deri në 4500 euro mes Tiranës, nuk është në Rom kjo. Unë jam ekonomist për profesion. 12 Jam maj. ekonomist me profesion, nuk jam rroba qepës. Rroba qepës është stilimi nënës time. Tani, në 12 maj, Aleanca e Berishës së bashku me partitë e tjera nuk vjen në pushtet. Çfarë do bësh? Edhe një herë? Në 12 maj. Aleanca juaj nuk vjen në pushtet. Ku e diti këtë? Mora, Shqipëria madhështore do vinë në pushtet. Ndaj po them, pra çfarë ndodh nëse? Metafor, po më fut Nëse. metafor tani ti. Po, nëse. Po si e di Rama mos. Jo, nëse, po dakor se po ju pyes Po se ku ka me nëse politikani bën të pamundurën të mundur. Sali Berisha e bëri tek pull me datën 9, me datën 9 në mëngjes, do 10 se s'mund ta shqetësoja në atë moment. I thash bac, doli fjala ime. Kur thash mos se ne e njohim, po nuk të dinim mirë që është Gollobordas. I bje që është pakicë etnike gjusore, zotri. Çfarë ndodh nëse nuk dilni forcë fituese? Kush? Koalicioni juaj. Qa ndodh? Koalicioni do marrë 71 dhe 77 mandate. Dakor. Nëse Edi Rama tento të bëjë zgjedhjet me dhunë, okej, shiko, unë i bindem urdhrave të koalicionit në moment. Pra jam vetëm një zë, ama është vërtetuar që kam thënë.
kryetari i bashkisë do shkojnë në Burg. Ilir Meta do shkojnë në Burg, e kanë parlament. Ilir jep dorëgjën sot, mos shkosh në Burg nesër, a është mbrapa hekurave? E ke në sans plenare. Ju qeshët, e qitë dhe i top atje, të lutë gjuzi futboll. Po është gol pra, pse të marrësh gol? Si marrë, dërgon gruan atje në gjykat. Qa bën? Qa burri e ti, dërgon gruan? Ke dëgjuar ti në drejtën zakonore burrat çojnë gruan në gjykate, burrat çojnë gruan në fis. I thon fisit që ka, se çka ka bërë Monika? Monika është më ndershmja e gjithëve. Unë e kam atë në mënyrën konceptuale, e kam kundërshtare, se ajo është politikane e qendrës majt. Unë jam politikan i djathtë, jo i qendrës djathtë. I qendrës djathtë është Partia Demokratike. Zoti Gjuzi, fitore dhe suksese në 11 maj. Ju falenderoj që mori sollët në Tiranën madhështore me 17 deri 18 mandate Shqipëria madhështore, Aleanca e Shqipërisë madhështore. Suksese. Faleminderit. Ta bëjmë që bojën e?